Kohët e fundit vjet e re një rritje në numrit të rasteve të personave të prekur nga kanceri i stomakut, një gjë e tillë theksohet nga mjeku Arvin Dibra, i cili shton se kanceri i stomakut është tumor i tretë më i përhapur. Sipas mjekut Dibra, është një sëmundje që në masën më të madhe të rasteve diagnostikohet vonë dhe prandaj lind nevoja që kjo sëmundje të detektohet sa më shpejt. Shikoni, sëmundja është e përhapur në Shqipëri në mënyrë të ngjashme me vendet e tjera të Evropës perëndimore të racës së bardhë. Është tumori i tretë më i përhapur dhe është me siguri një sëmundje që ka një impakt të rëndësishëm në shoqërinë tonë, sepse është një sëmundje e cila fatkeqësisht në masën më të madhe të rasteve diagnostikohet vonë dhe fatkeqësisht po në masën më të madhe të këtyre pacientëve që diagnostikohen vonë edhe mundësia, jetëgjatësia pavarësisht trajtimit është relativisht e shkurtër. Përpasoj lind nevoja e domosdoshmëria si tek ne ashtu edhe në botë që kjo sëmundje të mund të detektohet sa më shpejt në mënyrë që të rritet potencialet e trajtimit dhe të kenë një rezultat të mirë në trajtimin e këtyre sëmundjeve. Shqipëria potencialet e trajtimit i ka të mira në kuptimin që tashmë është zgjeruar gjithë më tepër një rrjet ambulatorësh endoskopike, të cilat janë themeli i diagnozës së një pacienti me kancer stomaku. Janë rrit potencialet e trajtimeve si kirurgjikale ashtu edhe onkologjike, janë potencu edhe trajtimet radioterapeutike dhe përpasoj në qoftë se përpara 15-20 vjetësh mund të thonim që jemi goxha më mrapa se sa bota, nuk them që sot jemi aty ku është bota, por jemi afruar mjaft dhe kena rezultate, në fakt edhe ato studime të pjesshme që ne bëjmë flasin për rezultate të ngjashme me ato të kolegëve në vendet e zhvilluara. Nga se vjen është pak e komplikuar në kuptimin që një arsye mirëfillt nuk dihet, dihen shumë faktorë të cilët e rrisin mundësinë që pacienti të ketë gjatë jetës së tij një tumor të stomakut, ndërkohë që pjesa e trajtimit të këtyre tumorëve në të vërtetë është duke u shtuar gjithnjë më tepër dhe përpasoj në numrat e rasteve i kena më të mëdha. Nuk mendoj se ka një rritje shumë të madhe të sasisë së rasteve, por me siguri ka një rritje të rasteve të diagnostikuara, të trajtuara, pra të atyre që vinë në vëmendjen e mjekut për trajtimin e kësaj sëmundjeje. Deklaratë do bën gjatë një konferencë shkencore të organizuar në Shkodër me qëllim krijimin e një databazë spitalore universitare për kancerin e stomakut.